Në këtë edicion do të ndiqni. Një person humbi jetën si pasojë një aksidenti në fshatin Bishtazhin. Një banor i fshatit Osek Hyli ndërpren punimet e nisura ditë më parë nga komuna Gjakovës. Spitali i përgjithshëm Isa Grezda anullon vendimin që kishte ndërprerë operacionet në muajt korrik dhe gusht. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Një person ka humbur jetën si pasojë një aksidenti që ndodhi sot rreth orës 10:40 në afërsitë të urës së fshatit Bishtazhin. Ekipet relevanti ishin në vend të ngjarjes për të kryer procedurat e nevojshme. Një aksident me fatalitet është raportuar rreth orës 10:40 në rrugën Gjakov-Prizren, ku si pasojë një person i moshës madhore ka humbur jetën. Jemi në vendin e ngjarjes tek ura e Bishtazhinit, ku më herët është raportuar se ka ndodhur një aksident me fatalitet. Siç po shihet, në vendin e ngjarjes ka dalë prokuroria, policia dhe zjarfikësit. Ndërsa sipas raportit të policisë thuhej se rreth orës 10:40 është raportuar aksident trafiku në fshatin Bishtazhin, rruga Gjakov-Prizren. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes, ku të përfshirë në aksident kanë qenë një kamion dhe një vetur. Për pasojë një person ka humbur jetën, mashkull i moshës madhore. Ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes ka konstatuar vdekjen e tij. Rasti vazhdon të trajtohet nga njësia rajonale e komunikacionit rrugor. Njësitë përkatëse në vendin e ngjarjes janë duke i kryer hetimet e nevojshme rreth këtij rasti. Punimet e nisura ditë më parë në fshatin Osek Hyl tashmë janë ndërprerë. Kjo për shkak të insistimit të një banori të këtij fshati, e nga Drejtoria për Infrastrukturë në Gjakov thonë se duhet të dalin në terren për të verifikuar gjendjen. Në fshatin Osek Hyl, kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, 5 ditë më parë përuroi punimet, të cilat filluan në ndërtimin e rrugës në të ashtu quajturën qafa e Osekut, ndërsa gjatë ditës së djeshme punimet u ndalen. Kjo pasi një banor ka thënë se rruga është duke u ndërtuar në pronën e tij. Operatori ekonomik i kontraktuar sipas banorëve ka thënë se punimet do t'i vazhdojë me kërkesë të re nga komuna. Drejtori i infrastrukturës Shkumbin Kastrati përmes telefonit tha se gjatë ditëve në vijim, bashkë me zyrtar nga Drejtoria për Gjeodezi, Katastër dhe Pronë, do të dalin në terren për të shikuar nëse pretendimet e banorit që i ndaloi punimet janë të sakta. Ne do të publikojmë ditëve në vijim edhe vendimin e komunës në lidhje me këtë rast. Spitali i përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov tashmë ka anuluar vendimin e marrë ditë më parë për ndërprerje të operacioneve gjatë muajit korrik dhe gusht. Sipas menaxhmentit kanë gjetur zgjidhjet që të mundësojnë kryerjen e operacioneve edhe për gjatë këtyre 2 muajve. Në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov ishin ndaluar operimet jo urgjente me datë 7 korrik nga menaxhmenti i spitalit. Kjo me arsyetimin se janë temperaturat e larta, por edhe për shkak të pushimeve vjetore të mjekëve. Si pasojë e këtij vendimi nga ana e menaxhmentit të spitalit, menaxhmenti i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës në një postim në rrjetet sociale kishte reaguar duke thënë se do të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme konform kompetencave ligjore që ka për të ofruar shërbime shëndetësore për qytetarët e rajonit të Gjakovës. Ndërsa sot në bazë të disa informatave, ky vendim është fuqizuar dhe operacionet e ftohta kanë filluar të kryhen. Këtë e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i spitalit Besart Gashi përmes postës elektronike, ku thuhet si në vijim. Ne kemi anuluar vendimin për ndërprerjen e operimeve të ftohta. Anesteziologët kanë ndërprer pushimin e tyre për të ndihmuar në situatën aktuale. Ndërkohë gjatë ditës së sotme e patëm të pamundur të kuptojmë edhe detaje tjera rreth këtij vendimi, të cilat do t'i sjellim ditëve në vijim. Banorët e fshatit Doja kanë raportuar se një shtyllë është rrëzuar në rrugë ku ka mjaft qarkullim të veturave. Të njëjtit bëjnë apel që institucionet të parandalojnë incidente të tilla, të cilat do të mund të ishin shumë të rrezikshme në rast se aty në atë moment të rrëzimit do të ishte ndonjë kalimtar. Në fshatin Dujak, një shtyllë e energjisë elektrike në të cilën po ashtu janë të vendosura dhe kablot e internetit ka rënë në tokë, duke vështirësuar kështu kalimin e automjeteve. Kjo në bazë të fotografive të dërguara nga banorët aty. Gjatë ditës ajo është larguar sa për të liruar qarkullimin. Si pasojë e rrëzimit të kësaj shtylle, gati i gjithë fshati ka mbetur pa energji dhe pa internet, thonë banorët.
Rryma në kanal, interneti o nal, sigurisht kjo shtylla është e moqme, se kanë rrus, po kanë kujdes, kur kush këta të kekit, as ata kujdeses, anëjnës veç, kjo shumë rrezik, po shihet shtylla, shikon shtylla e rëzume atje, e nëjna mundet më të mtu dikush, mundet pa arte të akcidenti mi kap struja, ku me dit me pas pasoja e gjështu. Banorët gjithashtu janë të shqetësuar edhe për vendodhjen e shtyllës, pasi gjatë natës aty s'ka ndriçim. Ne kërkuam përgjigje edhe nga zëdhënësi i kompanisë Kec Lulzim Krasniqi të dim nëse janë në dieni të rastit dhe përmes telefonit ai tha që këto shtylla nuk janë më të Kecit, mirë po ato janë duke u shfrytzuar nga operatorët kablor dhe të internetit. Ndërkohë në drejtorinë për emergjenca në komunën e Gjakovës nuk është lajmëruar ky rast, kështu tha për televizionin Syri drejtori i këtij dikasteri Haxhi Sejdeu. Ai gjithashtu tha se këto shtylla po shfrytzohen nga operatorët privat kablor dhe të internetit. Ne nuk nëse kompanitë private kanë leje për shfrytëzimin e këtyre shtyllave, pasi nga Kec gjithashtu na është thënë që shtyllat e vjetra të cilat po shfrytëzohen nga këto kompani kanë kaluar si asete komunale. Televizioni Syri do të vazhdojë të ju mbajë të informuar për këtë rast. Kompania rajonale ujësjellësit Gjakova ka njoftuar se për shkak të shfrytëzimit enorm të ujit të Pijës në këtë periudhë, në disa fshatra do të bëhet reduktimi i ujit për disa orë në ditë. Për këtë, banorët e prekur nga ky vendim thanë se është vendim i pavend, pasi që ujin e kanë të domosdoshëm gjatë gjithë ditës. Banorët e fshatit Gërqin ende po përballen me mungesën e ujit të Pijës. Hasan Gutaj, banor i fshatit, thot se në ditë të nxehta si këto, situata bëhet edhe më e vështirë. Rezervuaret i mbushin në ato pak orë që ka furnizim me ujë, ndërkaq ujin e Pijës po detyrohen ta blejnë. Manipulim në fund në krye. Gërqina, me burimet e veta për Gërqin ka ujë mjaft, mos me pas manipulime. Manipulimet fillojnë nga komuna. E vinë sosën në Gërqin, na vujmë, ata i binë devit. Na kemi ujë drejt për drejtin nga burimet tona që i kemi pas gjyshës tërgjysh, edhe une. E pse na me pas reduktim? Në një njoftim të kompanisë rajonale të ujësjellësit Gjakova, thuhet se si rezultati i shpenzimit enorm të ujit të Pijës në këtë periudhë, jemi të detyruar që reduktimet e furnizimit me ujë të Pijës të aplikojmë edhe për disa fshatra të komunës së Gjakovës si Hereq, Lipovec, Gërqin dhe Damjan. Atëherë me rritjen e temperaturave në vendin tonë është shfaqur edhe problemi sa i përket furnizimit me ujë të Pijës, sidomos specifik janë disa banime më të veçanta, sidomos ato banime të cilat furnizohen nga rezervuaret apo nga stacionet e pompave. Kemi filluar me reduktimet, kemi qenë të detyruar në fakt të fillojmë me këto reduktime sepse keqpërdorimi i ujit të Pijës nga persona të pa përgjegjshëm është jashtëzakonisht i madh. Ndërkaq për fshatin Gërqin që uji është i ndalur edhe gjatë ditës, Syla Dina tha se ka keqpërdorime të ujit të Pijës. Fshati Gërqin gjithashtu furnizohet nëpërmjet të burimeve vetanake, edhe prapë me mbushjen e rezervuarit i cili nuk ka kapacitet që të shpërndajë në mënyrë racionale ujit, shto këtu keqpërdorimet e ujit. Gërqina është identifikuar si një ndër këto fshatra që keqpërdor ujin, prandaj mund të ndodhë që edhe gjatë ditës për shkak të keqpërdorimeve të mos kenë ujë të mjaftueshëm të Pijës. Nga kompania rajonale ujësjellësit Gjakova thënë se është rritur kapaciteti i prodhimit nga 400 litra në sekond tani në 700 litra në sekond, ndërkaq reduktimet do të vazhdojnë deri në përmirësim të situatës me furnizim. Kosova është bashkuar sërish shteteve të perëndimit por vendosja në sanksionave shtesë ndaj Rusisë dhe Bielorusisë. Kjo u bë sot në mbledhjen e qeverisë së Kosovës në kuadër të pikës shqyrtim propozim i vendimit për ndryshimin e vendimit të qeverisë për zbatim të vendimit të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendosje të sanksioneve ndaj Federatës Ruse dhe të Bielorusisë. Ministra e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla ka kërkuar miratimin e këtyre masave në kuadër të pakus së 11. Kështu zbatuan masa të reja kufizuese ndaj Rusisë, paku rënë dakord përfshin këto masa. Forcimin e bashkëpunimit 2 palësh dhe shumë palësh më vendet e treta për të penguar anashkalimin e sanksioneve, ndalimin e tranzit të mallrave përmes Rusisë, shtrëngimin e kufizimeve të eksportit, vendosja në sanksioneve shtesë ndaj 71 individëve dhe 33 subjekteve dhe grupit Wagner, ka thënë kështu Gërvalla. Kabineti qeveritar votoi pro kësaj pike.
60 vite më parë, si pasojë një tërmeti të fuqishëm, 1070 persona kishin humbur jetën dhe 3000 të tjerë ishin lënduar në Shkup. Kjo tragjedi kishte mobilizuar të gjitha vendet të botës për t'i ardhur në ndihmë të gjithë të prekurve. 1070 persona, ndërsa u lëndruan 3000 të tjerë. Nga tërmeti u shkatëruan 15.800 ndërtesa dhe u dëmtuan 28.000 të tjera. Mbi 200.000 persona upit u trondit dhe u angazhua gjithë bota. Kryqi i Kuq ndërkombëtar bëri apel të gjitha parlamentet dhe qeverit që të ndihmojnë në rindërtimin e këtij qyteti. Organizatat humanitare në shtetin ndërkombëtar, menjëherë pas katastrofës, Kombët e Bashkuara morën aktivitete që në mënyrë të planifikuar dhe afatgjat ta ndihmojnë qytetin e shkatëruar. Në kohën një person i vdekur dhe disa të tjerë janë lënduar si pasojë një zjarri në një anije mallrash pranë qytetit Ameland në Holand. Në momentin e incidentit në bord ndodheshin 23 persona. Një person ka vdekur dhe disa të tjerë janë lënduar pas një zjarri të madh në një anije mallrash pranë qytetit Ameland të Holandës. Anija Fremantse Highway po udhëtonte nga Bremerhaven në Gjermani, por në portin Sejt të Egjiptit me rreth 3000 automjete në bord, sipas transmetuesit holandez NOS. Zjarri mund të ketë filluar nga një prej 25 makinave elektrike në bord, sipas mediave holandeze, që cituan një zëdhënës të rrojës bregdetare. Në bordin e anijes kanë qenë 23 persona kur shpërtheu zjarri dhe një numër i tyre u hodhen nga anija përpara se të shpëtoheshin nga autoritetet. Nga zjarri kanë humbur jetën mbi 40 persona në Mazdej, ndërkohë mijëra njerëz janë evakuuar nga ato zona. Më shumë se 40 njerëz kanë vdekur e shumica prej tyre në Algjeri shkaku i zjarreve të Mazdeut që rrezikojnë një numër të madh të fshatrave dhe vend pushimave të turistëve. Mijëra njerëz janë evakuuar në ato zona, ndërkaq Greqia po përgatitet që të organizojë edhe më shumë fluturime por evakuim të njerëzve nga Rodosi, pasi zjarret po shpërthejnë edhe në ishujt e Korfuzit dhe Evjas. Vala gjatë aktuale të nxehtit nuk duket se do ndalet pasi që temperaturat priten të rriten mbi 44 gradë Celsius në disa pjesë të Greqisë. Zjarre masive u përhapën edhe në Sicili dhe detyruan Italinë ta mbyll për pak kohë aeroportin e Palermos. Erërat e forta dhe bimësia thatë bën që zjarfikësit të përpiqen në shumë zona për t'i shuar flakët. Italia po shkon drejt gjendjes së jashtëzakonshme në 5 rajona mes stuhisë që goditje Lombardin dhe zjarreve që po përpin Sicilinë e Palermon në Catania, deri në Taormina, pasi që në Itali ka shkuar në 5 numri jetëve të humbura vetëm gjatë 48 orëve të fundit. Ndërkohë prej më shumë se 24 orësh vijojnë operacionet për shuarjen e zjarreve, teksa mbi 2000 turistë janë zhvendosur. Numri më i madh i vdekjeve deri më tani është në Algjeri, ku në mesin e 34 viktimave ishin edhe 10 ushtarë të rrethuar nga flakët gjatë një evakuimi në një provincë bregdetare. Autoritetet algjeriane thanë se 80% e zjarreve ishin shuar që nga e dielja, por një përpjekje masive për shuarjen e zjarrit po vazhdon ende, me rreth 8000 persona, qindra kamion zjarfikës dhe disa avion. Zjarret kanë shpërthyer edhe në Tunizin fqinje, ku 300 persona u evakuuan nga fshati bregdetar Meloula. Ndërkaq një ekip shkencëtarësh të klimës thanë se valat të nxehtit e këtij muaji në Evropën Jugore, Amerikën e Veriut dhe në Kinë do të ishte praktikisht e pamundur pa ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njerëzit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Gjatë ditës së sotme në vendin ton ka mbajtur mot me diell e kohë pas kohe me vranësira, me temperaturë e cila ka arritur deri në 31 gradë Celsius. 11 deri në 26 gradë do të jenë temperatura gjatë ditës së nesërme, ditë kjo e cila do të shoqërohet nga moti me diell. Dita e premtë do të përcillet nga moti me diell e vranësira kohë pas kohe, me temperaturë e cila do të arrijë nga 14 deri në 29 gradë Celsius. Moti me diell do të vazhdojë ditën e shtunë, me temperatura të cilat do të variojnë nga 16 deri në 32 gradë Celsius. 34 gradë do të jetë temperatura më e lartë e ditës së diel, ditë kjo e cila do të shoqërohet nga moti me diell e kohë pas kohe me vranësira.
Moti i ndryshueshëm do të jetë i pranishëm ditën e hënë me temperaturat të cilat parashihen të lëvizin nga 16 e deri në 31 gradë Celsius. Mot me diell e kohë pas kohe me shi do të karakterizojnë ditën e martë, ku temperatura më e lartë të kësaj dite do të shënojë 31 gradë Celsius. Për fund, jekim kryetituit e këtij edicioni qendror të lajmeve. Një person humbi jetën si pasojë një aksidenti në fshatin Bishtazhin. Një banor i fshatit ose hyli ndërpren punimet e nisura ditë më parë nga komuna Gjakovës. Spitali i Përgjithshëm Isa Grezda anullon vendimin që kishte ndërprerë operacionet në muajt korrik dhe gusht. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ndërkohë vazhdoni të na ndisni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Natën e mirë.